Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani ka vendosur të mos marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, duke argumentuar se qëllimi i tij ishte të mos i jepte mundësi partisë të shmangte vëmendjen nga skandalet e fundit, si ai Rama Balluku apo skandali me Akshin. Në një njoftim për mediat, Saliani tha: "Sot nuk mora pjesë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar që të mos i jap mundësi ta shmangin vëmendjen nga skandali Rama Balluku dhe ai Akshit." Në mbledhjen e fundit të kryesisë së Partisë Demokratike, Saliani pati debate me disa figura kyçe të partisë, përfshirë Flamur Nokën, kreun demokrat Sali Berisha dhe kreun e PD-s në Elbasan deputetin Blendi Himçi, lidhur me takimet që ai po zhvillon me strukturat e partisë në qytete të ndryshme të vendit. Ai u kritikua nga Noka, i cili pretendoi se këto lëvizje i shërbenin interesave të Edi Ramës, një akuzë që Saliani e mohoi fuqishëm. Saliani theksoi se brenda partisë duhet lejohet mendimi ndryshe dhe se nuk duhet jetë ai shënjestra e mbledhjes. Vendimi i tij për të mos marrë pjesë është interpretuar si një mënyrë për të shmangur një gjyq politik brenda Partisë Demokratike, duke ruajtur fokusin e debatit mbi skandalet që lidhen me qeverinë aktuale dhe jo mbi tensionet brenda Partisë Demokratike. Ngjarja vjen ndërsa Këshilli Kombëtar i PD-s po zhvillon një mbledhje ku kreu demokrat Berisha ka kërkuar falje dhe ka përthirrje për unitet, duke goditur kritikët e duke theksuar nevojën për të fokusuar veprimet vetëm te qeveria e Edi Ramës. Vendimi i Salianit tregon një linjë të qartë të distancimit nga polemikat e brendshme, duke e vendosur fokusin mbi çështjet që sipas tij janë më të rëndësishme për publikun.